Kostoja e ndërtimit në vend mbetet në rritje, por duke shënuar një ngadalësim gjatë periudhës korrik-gushtator në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sipas të dhënave të Instat. Referuar të dhënave, rritja vjetore e tyre u shënua në nivelin e 1.4% nga 1.6% që ishte një vit më parë. Në krahasim me tremujorin e dytë të këtij viti, kostoja e ndërtimit ka shënuar një rritje të lehtë prej 0.4%. Instat raporton se rritja e kostove në ndërtim u udhëhoq nga rritja e shpenzimeve që kompanitë bën për pagat e punonjësve, ndjekur më pas nga shpenzimet për makineri që janë rritur me 2.4%, si dhe shpenzimet për transport me 1.7%. Nga ana tjetër, duket se materialet e ndërtimit kanë zbutur kostot e ndërtimit, të cilat në këtë periudhë u ulën me 0.6%. Brenda kësaj kategorie, rënja më e madhe është vërejtur tek materialet e ndërtimit dhe ato elektrike e të komunikimit, secila me 0.6%. Rritja e kostove në ndërtim është kryesisht e lidhur me rritjen e pagave, ndërsa kujtojmë se ky zë pritet të rritet duke u ndikuar edhe me thirrjen që administrata tatimore bëri kompanive të ndërtimit të deklarojnë sakt pagat e punonjësve, në të kundërt do të përballen me masa administrative. Në tabelën e publikuar nga administrata tatimore në sektorin e ndërtimit nuk do të ketë pagë më të ulët se 80.000 lekë në muaj, që do të jetë për punonjësit mbështetës në ndërtim, riparuesit, punëtorët e dur aluminit apo magazinierët, ndërkohë që administratorët, inxhinierët dhe drejtuesit e mjeteve të rënda si vinçet përfshihen në listë me paga indikative që shkojnë nga 140 deri në 160.000 lekë, më të lartat në këtë sektor.